Flet vëllai shqiptares që u masakrua me thik nga i dashuri. Kishin një vit bashk, pastaj e kam hedhur telefonin në puset. Kështu ka deklaruar 23 vjeçari Mark Samson, i cili masakroi me thik 22 vjeçaren shqiptare Ilaria Sula dhe më pas trupin e saj e vendosi në një valixhe e cila u gjet në një zonë të pylluzuar në Poli. Valixha ishte mbyllur me trupin e pajetës shqiptares brenda dhe u gjet në fund të një shkëmbi. Policia u dërgua atje nga ish i dashur i Filipinas Mark Samson, studenti i arkitekturës dhe punonjës i McDonald's, i cili u arrestua për vrasje dhe fshehje të një kufome. Tabulatet telefonike të viktimës kanë çuar policinë drejt 23 vjeçarit, i cili në ditët e zhdukjes së saj dyshohet se përdori telefonin celular të SRS për të bërë postime në rrjetet sociale të Ilarias. Më pas ka qenë ai që ka dërguar policinë në vendin ku ka hedhur trupin e ish të dashurës së tij. Ndërkohë ka folur edhe vëllai i viktimës, i cili ka deklaruar se e motra ka qenë në një lidhje me të riun, por ishin ndarë. E pash motrën time për herë të fundit të dielën më 23 mars, kur ajo erdhi në Terni. Ajo ishte e qetë dhe nuk më tregoi për asnjë problem. Kjo ishte hera e fundit që jam takuar dhe jam i sigurt që fola me motrën time. Nuk jam i sigurt nëse ajo i ka shkruar mesazhet që kam marrë pas asaj dite, deklaroi Leoni, vëllai 22 vjeçarit Ilaria Sulës, ndërsa tregoi: "E njoh, ata ishin bashkë për rreth një vit, por u ndanë. Pyesim veten pse e ka bërë këtë gjë. Vetëm ai mund ta di."